Kriza institucionale në Bashkinë e Tiranës ka hyrë në një fazë të re pas vendimit të gjykatës kushtetuese për të pezulluar zhvillimin e zgjedhjeve në kryeqytet. Vendimi vjen pas dekretit të presidentit të Republikës, i cili shkarkoi Erion Velia nga detyra e kryebashkiakut dhe shpalli zgjedhjet e pjesëme 9 nëntor. Megjithatë, gjykata kushtetuese ka vendosur të ndalojë përkohësisht procesin elektoral për Tiranën deri në shqyrtimin e plotë të kërkesës së paraqitur nga vetë Velia, që pritet të zhvillohet më 30 tetor. Në dekretin e tij, presidenti arsyetoi shkarkimin e Veliait me shkelje të rënda të ligjit dhe abuzime detyrën, duke konsideruar të nevojshme rikëthimin e legjitimitetit përmes zgjedhjeve të reja. Partia Socialiste ka reaguar menjëherë pas vendimit presidencial, duke konfirmuar se Ogerta Manastiriu do të jetë kandidate për Bashkinë e Tiranës. Nga ana tjetër, opozita ka vendosur të mbështesë një kandidat të pavarur, aktorin dhe aktivistin Florian Binaj, i cili ka marrë mbështetje të gjerë në rrjetet sociale dhe nga grupime qytetare që kërkojnë ndryshime real në administratën e kryeqytetit. Ndërkohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me në krye Ilirian Celibashin ka njoftuar pezullimin e të gjitha përgatitjeve vetëm për zgjedhjet në Bashkinë e Tiranës në pritje të vendimit përfundimtar të gjykatës kushtetuese. Celibashi ka deklaruar se edhe nëse gjykata kushtetuese do të vendosë në favor të dekretit presidencial, zgjedhjet në Tiranë nuk mund të zhvillohen më 9 nëntor, pasi nuk ka më kohë ligjore dhe administrative për përgatitjen e procesit. Procedurat zgjedhore kanë afate të përcaktuara dhe tashmë këto janë të kaluar. Edhe nëse pas 30 tetorit jepet drita jeshile, zgjedhjet në Tiranë nuk mund të organizohen në këtë datë, u shpreh Celibashi. Në këtë mënyrë, zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës nuk do të zhvillohen më 9 nëntor, pavarësisht vendimit që do të marrë gjykata kushtetuese. Ndërkohë, procesi në 5 bashkitë të tjera të përfshirë në dekretin e presidentit do të vijojë normalisht në të njëjtën datë. Pezullimi i procesit zgjedhor në kryeqytet ka ndezur debat të fortë politik. Socialistët akuzojnë opozitën për presion ndaj institucioneve të drejtësisë, ndërsa kampi opozitar e konsideron vendimin e kushtetutës si një frymarrje për demokracinë dhe fundin një epoke abuzimesh në Tiranë. Tashmë të gjitha vëmendjet janë drejt 30 tetorit, kur gjykata kushtetuese pritet të marrë vendimin përfundimtar mbi kërkesën e Erion Veliait, një vendim që do të përcaktoj jo vetëm fatin e tij politik, por edhe drejtimin që do të marrë administratimi i këtij kryeqyteti në muajin në vijim. Në çdo rast, betejë për Tiranën pritet të mbetet më ashpër prej dekadës në përballjen simbolike mes vijimësisë socialiste të Manastiriut dhe ndryshimit qytetar të Binaj.